Friga, Po kjo të çon. Po se kur është i vërtet nuk lëshohet më vllai. Je dhe pikë. O zonjë dashur, nuk ke tjetër. Nuk është zyra jote kjo. Thua që o Jozi më lodhe. Po nuk është zyra jote moj. Ore është bisedë që e kam unë me Aldon, ka mundsi. Dhe futem më vonë. Po mirë pra futu më vonë. Një sekondë ta mbaroj këtë gjë. Logjikon ti nuk më e punon. Sepse si? Mënyrën se si sepse po nxjerr dy standardet e sjelljes së Aldos me mua. E kupton dhe jam renditur dhe përmendur gjërat. Sepse kur thot ti ke frikë të lëshosh pushtetin, do thotë që ti e percepton pushtetin ke mua. Jo, ti e percepton të vetja dhe ke frikë të lëshosh. Përballë meje nëse un kam një pushtet falso, atëherë dhe ti bie mos kesh frikë përballë meje. Ke frikë ti të lëshosh. Jo, ti mos kesh frikë pra që ma kërkon këtë lëshimin e pushtetit. Pse s'ma ka kërkuar Lori? Pse se kërkon Kelli? Pse kërkoi Lori se Lori një femër. Po e kërkon pikërisht ti. Po jo më dhe ky. Pikërisht ti do pikën këtu. Kritikoj pra, edhe ky do të zgjodhë Lori. Të lëshosh pushtetin. O Joza, e thep se zgjodhë Lori. Ja ku bën dy vet. Ti po kërkon ta marrësh pra, është ideja. Jo ta marrësh. Jo. Po mënyra se si e unë po kritikoj natyrën tate më vëlla. Jo, lëshoj ta marrësh. Se smerret. Ka lidhje me natyrën time. Ka lidhje se si prezantohesh ti tek mua si lojtar me dy standarde Aldo. A ke qef ta theksor dy standarde, dy standarde. Atëherë ti ke 3. Po mi le të ke, 5, 10. Ati numëroj. 5 ose 10. Po jam të fol për gjë tjetër. Ati numëroj dy standarde. Ja ku ke inkoherencën tande. Jo, po ti thua 3 herë dy standarde pa fakte. Unë po ti numëroj ballit me logjikë, ti del në etiketimin. Mendon që pushteti ku e ke dy standarde këtu moj? Çfarë kërkon nga unë atë? Jo, kur kërkon që pushteti im është falso. Çfarë kërkon nga unë? Fryrë damari, kaç ke bën Big Brother o Gerdo? S'ke logjikë. Ore po unë po të them, po të bëj pyetje. Jo kam shumë logjikë. Kur pushtetin tim e mendon falso, çfarë kërkon nga unë? Po jo nga ti më. Unë të kritikova ty, s'kërkoj gjë nga ti unë. Ore më lën atë falsitetin tim, nëse ty nuk të djeg. Nëse ty nuk të djeg falsiteti i pushtetit tim, atëherë pse kërkon llogari për këtë gjë? Pse kërkon llogari ti? Pse të dogjë ty atëherë? Ta nisim kështu. O zoni. Ishte në pyetje divani ku, o zoni, ishte në pyetje divani ku e kam gjuar o zoni. Ti bim shkurt. Apo ku kështu ti tani? A kështu i bie? Ku merr mas njëri? Po kështu po thua tani. Pas kësaj bisede pra kur kritikoj unë ty ti thu, më le mua gabim. Pas kësaj bisede do të kisha edhe unë pikpyetjet e mia. I shkreti duhet ta arsyetoj. Tuar sjelljet e tua me dy standarde. Unë aty krye tabolinës. E dashur. Tani o do flasim me një standard. Sepse deri përgjigjes të dy për fjalët tona ose deri përpara kësaj kishte komplet mendime të tjera dhe komplet një perceptim tjetër për mua si lojtare dhe për ndoshta edhe për të tjerë për shumicën e shtëpisë. Një moment duhet, vjen momenti. Dakor. Vjen momenti dhe bëhet një zgjedhje. Po patjetër, flet Gerta, përfaqësues i divanit kuq dhe ti tregon natyrën tënde të fshehtë, se si arsyetton. Jo, unë mendoj që ti pas ke treguar natyrën tënde të fshehtë, pas ke rezervuar dhe ti jo nuk rezervova ta thash direkt. Dhe ti rezervimi është ta mbash brenda. Nga hiçi, domethënë nga dy njerëz. Ta thash brenda natës mashtruese. Nga dy njerëz. Mashtruese ta thash brenda natës. Shumë mirë. Kur, në cilën natë? Pas prajmit. Ja ta je grup Gerta.